Kullat Shumkaçe në Tiranë janë pjesë e librit Albanian Files me projekte të porositura nga kompani, pas të cilave që ndrojnë emra ish zyrtarësh dhe funksionarësh të lidhur me pushtetin. Një prej tyre është projektuar për të ngritur në bllokun e ambasadave ku ndodhen disa prej selive diplomatike më të rëndësishme dhe ndodhet mes rrugës së Kavajës dhe rrugës së Durrësit. Por më shumë se vendodhja ku do të ndërtohet, pikpyetjet që ngrihen janë tek personat që qëndrojnë pas kompanive që do të zhvillojnë projektin. Kulla 25 kate pranë bllokut të ambasadave, ku parashikohet të ketë dyqane në katin 0, zyra në 2 katet e para, 4 kate hotel dhe pastaj apartamente, është porositur nga konsorciumi i kompanive Ultratech ShPK dhe Lunor ShPK. Kjo e fundit është një kompani që ka vetëm 3 vite që është themeluar nga Shkëlzen Betaj, ish zëvendës drejtori i hipotekës në Tiranë. Në këtë periudhë, ajo ka përfituar 2 leje të tjera ndërtimi, por nuk ka deklaruar asnjë bilanc financiar se prej cilit aktivitet ekonomik i ka gjeneruar të ardhurat për të investuar në kulla dhe në sektorin e turizmit në Sarand. Kompania tjetër, Ultratech ShPK, që është pjesë e projektit të kullës 25 kate, është në pronësi të vëllezërve Andi Adriatik dhe Kreshnik Sinanaj. Të dyja këto kompani njihen në terren si të lidhura me kreun e Partisë Social-Demokrate Tom Doshi. Këtë e përforcon ndërveprimi ekonomik që kanë kompanit. Lidhja përforcohet në një tjetër projekt të rëndësishëm në kryeqytet, për të cilin është dhënë leja e ndërtimit. Bëhet fjalë për kullën Taylor of Tirana në zonën e Alidemit në kryeqytet. Për të marrë lejen e kësaj kulle u themelua një kompani e re me emrin L&L Construction. Në qershor të 2025-s, kompania u regjistrua në emër të bashkëshortes së Shkëlzen Betajt, ish zëvendës drejtorit të hipotekës së Tiranës, dhe në emër të bashkëshortes së Andi Sinanajt, që është ortak me Betajn të kulla 25 kate. Pak muaj pasi kompania e sapo krijuar mori lejen e Taylor of Tirana, më 17 tetor të 2025-s, kuotat e kësaj kompanie u përthithën nga Gjoka Ndërtim, që merr pjesën teknike të punimeve, dhe G88 ShPK, kompania e Daniel Garunjës, ish kandidatit për deputet i Partisë Social-Demokrate, me kryetar Tom Doshin.